Në përfitorin e masakrës së Reçakut në Prishtinë janë ndezur qërinj përndërë të viktimeve të gjenocidit të Serbisë në Kosovë, raporton Kosova Press. Adnan Aslani, zëvendës kryetari i qendrës së gjenocidit në Kosovë, Plagë e Hapur, tha se kanë bërë një kërkesë për institucionet që lërkuqja të bëhet simbol zyrtar i përkujtimit të viktimeve të gjenocidit. Fjala është për të gjitha viktimat, për 10.000 civil të vrarë dhe për gjithë ato viktimat të këtij gjenocidi që e ka shkaktuar shteti serb, që e ka planifikuar dhe e ka zbatuar, e ekzekutuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Të kujtojmë se Parlamenti i Kosovës më 16 maj të vitit 2019 ka miratuar një rezolut përmes së cilës ka caktuar datën 15 janar si ditë e përkujtimit viktimave të gjenocidit. Data 15 janar, si që dini, përkon edhe me njërin nga aktet më të tmerrshme gjenocidare, si që është masakra e Reçakut, dhe pikrisht sot ne ndezim qërinj jo vetëm për Reçakun, po ndezim qërinj për të gjithë ata të rënë, familjarët tanë të cilët kanë humbur jetën, i është marrë jeta në fakt dhunshëm nga forcat serbe. Ndërsa Bujar Dugolli, kryetari i qendrës së gjenocidit në Kosovë, Plagë e Hapur, theksoi se krimet e fundit të kryera në Kosovë janë të dokumentuara mjaftueshëm. Siç dihet, projektet e gjenocidit dhe gjenocidi ndaj shqiptarëve të Kosovës në periudhën 86 vjeçare ka ndodhur 4 herë. Dhe periudha e fundit e gjenocidit zbatuar në Kosovë është periudha e luftës fundit 1998-99. Kjo periudhë është më e dokumentuara në aspektin kombëtar dhe ndërkombëtar. Pra, krimet e gjenocidit që kanë ndodhur në Kosovë luftën e fundit janë të dokumentuara shumë mirë dhe është një bazë mirë që Serbia si shtet gjenocidal të akuzohet herdo kurdo për krimet që i ka shkaktuar në Kosovë. Në 15 janar të vitit 1999 në fshatin Reçak, forcat serbe vranë 45 civil shqiptar.